në një fshat të vogël, mes maleve ku heshtja mbulon mëkatet dhe zakonet janë më të forta se ligji, u përhap një zë që askush se guxonte ta thoshte me zë të lartë. Një nën kishte lindur fëmijën e të birit. Ishte një histori që filloi si një marrëveshje e fshehtë, një sakrificë që duhej të shpëtonte familjen nga turpi dhe shkatërrimi, por përfundoi si një mallkim që do t'i ndiqte gjithë jetën. Askush nuk foli kur hapur. Në fshat syt ulen, fjalët përtypeshin mes dhëmbëve dhe çdo shikim fshinte një sekret. Ajo grua, një nën që kishte humbur gjithçka, kishte pranuar të bënte të pamendueshmen, të sillte në jetë një fëmijë që s'duhej të ekzistonte kurrë. Një fëmijë që ishte njëkohësisht nip dhe bir, por pse? Çfarë e shtyu një nën të bënte një sakrificë kaq të tmerrshme? Ishte dashuria, turpi, apo një marrëveshje e errët që kishte nisur vite më parë, mes babait dhe djalit, për të ruajtur emrin e familjes? Në këtë histori, çdo person fshe një faj, çdo sekret ka një çmim. Dhe e vërteta është më e frikshme se mëkati vet. Fillimi i marrëveshjes ishte një dimër i ashpër, me borë që nuk pushonte prej ditësh. Në shtëpinë e vjetër të familjes Dervishi, zjarri digjej me zhurmë, por asgjë nuk ngrohte shpirtin e asaj gruaje që rinte ulur në qoshe me sytë në tokë. Quhej Lirie, një nën e lodhur, që kishte parë shumë dhimbje në jetë. Burri i saj kishte vdekur herët, duke e lënë me një djalë të vetëm, Arbenin, të cilin e rriti me sakrifica e lodhë. Ai ishte gjithçka që kishte, por kur Arbeni u martua me një vajzë nga qyteti dhe pas shumë vitesh martese nuk mund të kishin fëmijë, familja u përball me një trysni të padurueshme. Në fshat, njerëzit flisnin, nënat tundnin kokën me mëshirë. Burrat peshpëritnin nëpër kafene, shtëpi pa trashëgimtar, s'është shtëpi, sekreti që ndryshoi gjithçka. Një natë, Arbeni u kthye i dërmuar. Me lot në sy i rrëfeu nënës se mjekët i kishin thënë, gruaja e tij nuk mund të lindte kurrë, ai nuk dinte si t'ia thoshte fshatit. Baballarëve të fisit që prisnin nipin e parë për të mbajtur mbiemrin Dervishi gjallë, në dëshpërim u ul përballë nënës dhe me një zë që i dridhej tha, nën. Vetëm ti mund të më ndihmosh, ajo e pa e tronditur. Çfarë po thua, bir, ti do ta lindësh fëmijën tim. Askush s'ka për ta ditur. Do ta themi që është imi dhe i gruas sime, fjalët e tij ranë si rrufe. Liria mbeti pa frym. Zemra ju shtrëngua, por në sytë e tij pa dëshpërimin e një burri që po shuhej pa trashëgim. Në heshtje, ajo kuptoi se fati i fisit varej mbi shpatullat e saj. Dhe kështu nisi një marrëveshje e errët që s'duhej zbuluar kurrë, nata e mëkatit. Ajo natë ishte e ftohtë, e heshtur dhe e mbuluar me mëkat. Nuk kishte ndjenja, vetëm një dhimbje të thellë që diqte si prush. Liria ndjente trupin e saj të rënd, shpirtin e coptuar, por në mendje i trokiste vetëm një gjë, po sakrifikonte veten për të birin. Ajo e dinte që mëngjesi do ta gjente ndryshe, me një bark që s'ishte vetëm në bark, por në shpirt. Në muajt që pasuan, fshati filloi të fliste. Një grua e moshuar që mbetej shtatzën ishte diçka e pazakon, por Arbeni shpalli se ishte një mrekulli, një bekim i vonë, askush se guxonte ta pyeste më tej. Fshati u mbyll në heshtje, kur fëmia erdhi në jetë, ai u rrit si biri i Arbenit. Por në të vërtetë ishte biri i gjakut të tij dhe i nënës së tij. Një sekret i mallkuar që do të ndiste ferrin në zemrat e të gjithëve kur të zbulohej. Fëmia që s'duhej të lindte, kaluan vitet dhe fëmia u rrit. Quhej Ilir, një djalë i zgjuar, me sy të ngrohtë e një buzëqeshje që ngjante si dy pika uji me atë të Arbenit kur ishte i vogël. Fshati e adhuronte, por pas çdo përkëdhelje e fshihej një shikim i gjatë, i ndrojtur, i mbushur me pyetje që askush nuk i bënte me zë. S'është normale, thoshin plakat në rrugë, që një grua si Liria në atë moshë të sillte në jetë një fëmijë, por askush nuk guxonte të thoshte më shumë. Liria kishte fituar respektin e të gjithëve për jetën e vështirë që kishte bërë, dhe Arbeni ishte njëri i qetë, punëtor e i drejtë. Megjithatë, sa herë që Iliri i afrohej asaj, Liria ndjente në zemër një therrje të fortë. E përqafonte me dashuri të pafund, por në sytë e saj gjithmonë fshihej një mallkim. Ajo e dinte, çdo ditë që kalonte ishte një hap më afër së vërtetës, dhe ajo e vërtet mund të shkatëronte gjithçka. Një mbrëmje, ndërsa e shite teksa luante jashtë, Arbeni ju afrua nënës së tij dhe i tha, "Të lutem, nën, mos e thuaj kurrë."
Edhe po të vdes unë, ky sekret duhet të varoset me ne, ajo uli syt. Ishte betimi më i rëndë që kishte bërë ndonjëherë. Fillojnë dyshimet, Iliri po mbushton të 12 vjeç. Ishte djalë i ndjeshëm, i mençur dhe shumë i lidhur me gjyshen. Aq shumë, sa që njerëzit filluan të thoshin se kishte më shumë ngjashmëri me të se sa me nënën e tij, gruan e Arbenit. Një ditë, gjatë një vizite të mjeku i fshatit, ndodhi diçka që ndezi shkëndijën e parë të dyshimeve. Doktori, që i njihte të gjithë prej vitesh, mbeti i habitur nga një detaj biologjik, një grup gjaku që shkonte as pak me prindërit që ishin regjistruar në kartel. Ai ngriti vetullat dhe tha, "Çudi. Ky djalë s'ka asnjë përputhje me grupin e nënës." Është e pamundur, gruaja e Arbenit u zbe, Liria uli syt dhe tha qetë. Ndoshta është gabim shkrimi, doktor, por në sytë e mjekut u lexua dyshimi. Dhe fjalët nisën të përhapeshin, në fshat, fjala qarkulloi si zjarr në kash, fëmia s'është i gruas së Arbenit. Një hije e rëndë filloi të binte mbi familjen. Arbeni, i dëshpëruar, vendosi të zhvendoset në qytet, me shpresë se do ta varroste të shkuarën, por sekretet nuk vdesin kurrë. Ato jetojnë në gjak, dhe gjaku gjithmonë kërkon të vërtetën, zëri i së vërtetës, në qytet jeta dukej më e qetë. Askush nuk e njihte historinë e tyre, askush nuk fliste pas shpine. Iliri u bë një djalë i zellshëm në shkollë, i dashur nga mësuesit dhe miqt. Por në zemrën e tij kishte gjithmonë një boshllëk. Një ndjesi të pashpjegueshme që e ndjente sa herë që shihte prindërit e shokëve të tij. Gruaja e Arbenit, që ai e quante nën, e mbante gjithmonë në distancë, ndërsa lidhja me gjyshen Lirie bëhej çdo ditë më e fortë, si një instinkt i thellë që s'mund të shpjegohej. Një ditë, gjatë një ore biologjie, mësuesja po fliste për trashëgimin gjenetike dhe grupet e gjakut. Iliri, me kurreshtjen e tij të zakonshme, e pyeti babain për grupin e gjakut të familjes. Dhe kur krahasoi të dhënat, kuptoi se diçka nuk përputhej. Si është e mundur, baba? Unë kam grup gjaku që as ti, as mami se keni. Arbeni u drodh. U përpoq të shmangte pyetjen. Por në sytë e djalit pa një uragan që po afrohej. Atë mbrëmje, për herë të parë, Iliri dëgjoi zëra të ulët mes Arbenit dhe Liries, zëra të mbushur me frikë, dhe në mes të natës, u ngrit i heshtur dhe u afrua te dera e dhomës ku flinte gjyshja. E dëgjoj teksa lutej me lot, Zot, mos lejo që ky mëkat të dalë në dritë. Mos e lër djalin të vuaj për fajin ton. Iliri mbeti i ngrirë. Mëkat? Fajin ton? Në shpirtin e tij nisi një stuj që nuk do ndalej më. Të nesërmen, ai u betua se do ta zbulonte çdo gjë, pa marrë parasysh çmimin. Kërkimi i së vërtetës, Iliri nuk mundi më të fjetë qetë. Çdo natë dëgjonte zërin e nënës së tij të vërtetë, që i lutej Zotit me lot, filloi të bëhej më i heshtur, më i mbyllur, dhe çdo herë që i shihte në sy prindërit e tij, ndjente një ndarje të padukshme mes tyre. Një ditë, ndërsa kërkonte në zyrtarët e vjetër të shtëpisë, gjeti një dosje të mbështjellë me një shall të vjetër. Brenda ishte kartela e lindjes së tij, dhe në rubrikën e nënës ishte shkruar emri: Lirie Dervishi. Gjaku ju ngrirë, u ul në dysheme dhe ndjeu sikur bota po i shembej mbi supe. Gjyshja. Ishte nëna e tij, nuk mund ta pranonte. Ishte një mëkat i pakuptueshëm. Një gabim i tmerrshëm që e shkatëronte çdo ndjenjë që kishte për familjen. Në sytë e tij, çdo kujtim, çdo përqafim, çdo dashuri u mbulua nga një hije e rëndë. Atë mbrëmje, u përball me Arbenin. Kush jam unë, baba? Kush është nëna ime e vërtet? Arbeni u step, sytë ju mbushën me lot, i lirë. Djalin im, mos më quaj më djalë. Ti më ke gënjur gjithë jetën. Në atë moment, Liria hyri në dhomë. Ishte e rënuar, u ul përpara tij dhe me një zë që i dridhej tha, po, unë jam nëna jote, i lirë. E bëra për të shpëtuar fisin, për të shpëtuar birin tim, për të shpëtuar emrin ton. E vërteta që djeg, Iliri u largua me vrap nga shtëpia. Shiu binte i fortë, por ai nuk ndjente asgjë. Në kokë i jehonte një pyetje: si mundet një nën t'i lindë fëmijë të birit? Ishte një mendim që e tmerronte.
Ndjente neveri, zemërim, por edhe një dhimbje të thellë që së shpjegonte dot. Në rrugë, njerëzit e shihnin të hutuar, i lagur deri në palc, por askush nuk dinte se brenda atij djali po digjej një ferr i gjallë. Në mendje i kalonin imazhet të Liries që e përqafonte, të Arbenit që e quante bir, dhe gjithçka dukej si një mashtrim i madh. Pse nuk i kishin thënë të vërtetën? Pse e kishin dënuar me një jetë të ngritur mbi gënjeshtra? Pas orësh endjeje, u kthye sërish në shtëpi. E gjeti Lirien të ulur në prag, me sytë e fryrë nga lotët. Biri im. Nuk e bëra për mëkat, e bëra për dashuri. Iliri uli kokën, zemra i rritë fort. Dashuria s'është mëkat, nën. Por ajo që bëtë ju, s'është dashuri. Është mallkim. Fjalët e tij e prenë në shpirt. Në shtëpi ra heshtje. Dhe ajo heshtje ishte më e rëndë se çdo britm. Mallkimi i gjakut. Ditët që pasuan ishin të mbushura me heshtje dhe ftohtësi. Iliri nuk fliste më me askën. Në shkollë, mësuesit e pan të ndryshuar. Ishte bërë i mbyllur, i trishtuar, i humbur në mendime. Në darka, rinte ulur përballë Liries, por nuk e shikonte dot në sy. Ajo e ndiqte me mall. Me dhimbje, me faj. Një natë, ajo i la një letër pranë shtratit. Biri im, më fal për mëkatin tim. Nuk desha të të dëmtoj. E bëra për të mbrojtur ty, fisin, emrin, por tani e kuptoj. Që mëkati im s'ka pasur kur shlyerje, nëse më fal, Zoti do të më fal edhe mua. Kur e lexoj, Iliri qau për herë të parë që kur kishte zbuluar të vërtetën, nuk e dinte nëse mund ta falte, por ndjeu se ajo grua që kishte sakrifikuar gjithçka për të, nuk ishte një përbindësh, por një nënë e dëshpëruar. Ai e kuptoi. Ndonjëherë mëkati nuk lind nga ligësia, por nga dashuria e verbër, por edhe dashuria, kur shkel ligjet e natyrës, kthehet në mallkim që ndjek brezat. Falja që digjet, në mëngjesin që pasoi, shtëpia ishte e heshtur. Drita hynte përmes perdeve të vjetra dhe prekte fytyrën e Liries, e cila kishte kaluar gjithë natën pa gjumë. Në zemrën e saj kishte vetëm një dëshirë, të shlyente mëkatin para se të mbyllte sytë. Iliri zbriti ngadalë shkallët. Sytë e tij ishin të kuq, por fytyra e qetë, si njëri që kishte luftuar gjithë natën me shpirtin e vet, u ul përballë saj. Për disa sekonda, asnjëri nuk foli. Ishte një heshtje që mbante peshën e gjithë jetës së tyre. Nën, tha më në fund Iliri, me zë të dridhur, unë nuk e di nëse mund të të fal plotësisht. Por e di që ke vuajtur më shumë se kushdo. Liria ngriti kokën, sytë i ndritën nga lotët, nuk kërkoi falje, bir. Dua vetëm që ti të jetosh pak të barë. Unë s'mund ta harroj, por mund të jetoj me të, u përgjigj ai me një dhimbje të qetë. Do të ruaj emrin ton, por me një të vërtetë që s'do ta fshem më. Nuk dua të jetoj me gënjeshtra. Liria i mori duart dhe i puthi me dridhje. Ti je drita ime. Edhe pse lindur nga errësira, në atë moment, Arbeni hyri në dhomë. Sytë e tij ishin të lodhur, fytyra e rrudhur nga pendesa. Ju lutem. Mos më urreni. E kam bërë për familjen, por familja s'mund të ndërtohet mbi mëkat. Iliri e pa gjatë, pastaj i tha, babë. Ti je dhe do mbetesh baba im, jo për gjakun, por për jetën që më dhe. Por ky sekret do të dalë në dritë, ata heshtën. Ishte një moment që mbylli një plagë dhe hapi një rrugë të re, e vërteta që liron. Pas disa javësh, Iliri shkroi një letër dhe ja dorëzoi një prifti të fshatit të vjetër ku kishte lindur. Në të tregonte gjithë historinë me shpresën që Zoti ta gjykonte, jo njerëzit. Prifti e lexoi në heshtje dhe i tha, dhembja jote është dëshmi e pastërtisë tënde. Zoti e di që mëkati yt s'është i lindur nga ligësia. Iliri uli kokën. Dua që askush tjetër të mos vuajë për shkak të heshtjes. Prifti bekoi familjen dhe në fshat. Për herë të parë, historia u tha me zë të ulët, jo për të gjykuar, por për të mësuar se dashuria pa kufi mund të bëhet ferr. Fundi i qetë, vitet kaluan. Liria u plak e qetë dhe mbylli sytë një mëngjes pranvere, me duart e Ilirit në duart e saj. Para se të ndëronte jetë, i tha, mos lejo që mëkati im të marrë dritën. Bëhu baba, burrë njëri më i mirë se ne. Iliri e mbajti fjalën.
U bë baba i dashur, burr i drejtë, dhe çdo herë që shite fëmijët e tij, kujtonte sakrificën e nënës që kishte bërë të pamendueshmen për ta ruajtur atë. Ai e mësoi botën se e vërteta mund të coptojë, por vetëm ajo të çliron.